Shqiptarja nga Kosova Aroma Lushaku ka shënuar një sukses të rëndësishëm akademik në Danimark, duke përfunduar studimet master në marrëdhënie ndërkombëtare me specializim në studimet globale të refugjatëve. 25 vjeçarja, e cila jeton në Danimark që nga fëmijëria, u largua nga Kosova së bashku me familjen e saj për shkak të luftës. Ajo u rrit në Herning, ku kreu arsimin fillor dhe të mesëm, ndërsa më pas vazhdoi studimet në Universitetin e Aalborgut, në drejtimin gjuhë angleze dhe studime ndërkombëtare. Studimet masteri përfundoi në Kopenhag. Tema e punimit të saj të masterit ju kushtua luftës në Kosovë dhe kujtesës kolektive të saj, duke trajtuar ndikimin që konflikti vazhdon të ketë te brezat që e përjetuan dhe të ata që trashëgojnë kujtimet e tij. Punimi u vlerësua me notën maksimale dhe u konsiderua një kontribut i rëndësishëm akademik mbi historinë, identitetin dhe qëndrueshmërinë e popullit shqiptar. Përmes këtij hulumtimi, Aroma Lushaku synon të ruaj kujtesën historike dhe të ndërtoj ura mes brezave, duke theksuar rëndësinë e njohjes të së kaluarës për ndërtimin e një të ardhmeje më të fortë dhe më të bashkuar.